Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka kërkuar sqarime nga Ministra e Shëndetësisë Evis Sala lidhur me mungesën e shërbimit shëndetësor në njësi numër 5 në zonën e Irfan Tominit në kryeqytet. Braçe u shpreh se prej 4 muajsh qytetarët e kësaj zone nuk po marrin kujdesin e duhur shëndetësor. Mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësi numër 5 në zonën e Irfan Tominit dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh. Nga ngritja e këtij shqetësimi apo krijimi i këtij shqetësimi në komunitet. Jemi në mes apo në pikë të themi më mirë të periudhës së gripit dhe natyrisht mira njerëz atje në atë njësi, edhe në atë zonë, nuk marrin dot shërbim shëndetësor në kohë dhe në kushte optimale për shëndetin e tyre. Që do të thotë që kërkesën për pyetje kanë paraqitur në datën 19 janar. Sot jemi në datën 3 shkurt. Po lëmë njëam faktin që rregulloria ka 5 nene për 3 lloje, 4 lloje të ndryshme pyetjesh. Dhe që nuk e gjen dot në asnjë rast se kur mund ta marrësh përgjigjen. Fillon me 1 javë dhe mbaron me 3 javë. Pritje. Ndërkohë që ata njerëz atje prej 4 muajsh janë në nevojë. Mendoja që duhet ishte edhe shqetësim i vet Ministrit të Shëndetësisë për të ardhur për të thyer një përgjigje pikërisht për këtë gjë. Sa mparti dhe mundur. Dhe po ja u them, çdo mënyrë tjetër e marrjes së përgjigjes është e zauruar. Dhe natyrisht unë nuk pres përgjigje këtu në sallën e Kuvendit, që ja se po dua ta shikojmë se kështu se ashtu e tjerë me radhë. Se po hymë në muajin e 5 me shërbim shëndetësor të kufizuar për ata njerëz atje më ta. Po përgjigje shumë qartë kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit. Deputeti theksoi gjithashtu se çdo formë tjetër përgjigjeje nuk do të konsiderohet e mjaftueshme, duke theksuar se zona është duke hyrë në muajin e 5 me shërbim të kufizuar.